Administrata e Donald Trump ka nxjerrë një memorandum zyrtar që ndalon përpunimin e aplikimeve për kartën e gjelbër dhe shtetësim për individët nga 19 vende jo europian. Shkaku i pezullimit, sipas memorandumit, janë shqetësimet mbi sigurinë kombëtare dhe publike, duke përfshirë incidentet e javës së kaluar në Washington, ku një antar i gardës kombëtare u vra dhe një tjetër u plagos së rënd. Një burr afgan u arrestua si i dyshuar i për sulm. Lista e vendeve përfshir Afganistanin, Burmën, Çadin, Republikën e Kongos, Guinen Ekuatoriale, Eritren, Haitin, Iranin, Libin, Somalin, Sudanin dhe Yemenin, të cilët tashmë ju nënshkruan kufizimeve të plota në qershor, si dhe Burundin, Kubën, Laosin, Sierra Leone, Togon, Turkmenistanin dhe Venezuelën, ku ishin vendosur kufizime të pjesshme. Administrata e Trump ka shtuar përpjekje për deportim dhe dërgimin e agjentëve federal në qyteteve kryesore, duke e bërë më të rrem kontrollin mbi imigracionin e jashtëm, ndërsa ligjet për emigracionin e lishëm marrin më pak prioritet. Presidenti Trump ka përdorur gjithashtu retorik të ashpër ndaj komuniteteve të caktuara, duke insistuar disa grupe si mbeturina dhe duke argumentuar se vendimi për pezullimin është i domosdoshëm për ruajtjen e sigurinë kombëtare dhe publike. Ky hap vjen si pjesë e një platforme më të gjerë politike dhe fokusohet në kontroll të rreptë të kufijve dhe mbrojtjen e interesave kombëtare.